çka do t'i kishe thonë Arsimit 20 vjet, nëse duhet tash ti këshillosh diçka. Sa kuptova, 20 vjet, se Arsimi 20 vjeçar. Po, aty Arsimi 20 vjeçar ku ke qenë mos gabom në Amerikë? Jo, këtu kam. Në Amerikë jam kthyer në 94. Okej. Të kanë marrë me zor. Arsimi padyshim 20 vjeçar, padyshim arsimimi, formimi, Po. foset fakulteti, paralelisht me fakultetin një reform që do duhesh në arsimim të bëhet, dhe kjo është për mu jashtëzakonisht shumë e kollajshme dhe do duhesh të implementohet, janë arsimim me shkollim me praks. Okej. Të gjitha lamive, Me përvojë. me përvojë, kulturë pune të krijohet, për në flas në suaza vetëm në prizmën të biznesit. Dhe këto do ishin, si me thanë, po arsimimi është për mu primarja. Dhe tani sigurisht është shumë kollaj prej moshën kur kam qenë unë, 20 vjeçare, vizitat e shpeshta në Europë. Për ta për ta ndje, do një internshipping me bo, edhe do një punë me bo aktive, një mujtë, thjesht të njoftosh me kulturë të ndryshe për asaj që je ti këtu i mbyllun, si me thanë,